Mëngjesin e 23 nëntorit, disa familjar nga Tirana u nisën drejt Maliqit për një ceremoni përkujtimore, duke zgjedhur të kalonin nga rruga e re Qukës, Qaf Ploç, e inauguruar pak javë më parë mes festimesh tradicionale. Udhëtimi u ndërpre, pasi Qaf Ploça ishte bllokuar nga një masiv i madh shkëmbor. Zgjodhëm rrugën e re, por nuk bëhet në mod të keq, sidomos në dimër, kujton një prej udhëtarëve. Problemet e aksit, i hapur për qarkullim në shtator, nisën që në javët e para, por qarja e skarpatës dhe rrëshqitja masive e nëntorit treguan degradimin e shpejt të një prej veprave më të kushtueshme të infrastrukturës në Shqipëri. ARSH fajsoi rreshjet e shiut për shembjen, duke shmangun përgjegjësinë e kontraktorit. Për të mundësuar lëvizjen, autoriteti ndërtoi një devijim të përkohshëm. Segmenti ku ndodhi shembja është më i shtrenjti i gjithë aksit, 9.2 kilometra me kosto $70 milion, ndërsa e gjithë rruga, 43.4 kilometra, ka kushtuar $242.6 milion. Gjatë një verifikimi në terren nga Faktoje, pamjet e datave 29 nëntor dhe 6 dhjetor treguan se situata mbetej e pandryshuar. Gur mbi asfalt, barierat e shtrembëruara dhe skarpatat ende të papërfunduara. ARSH deklaroi se do të kryhen studime gjeologo-inxhinierike për një zgjidhje përfundimtare, ndërsa problematika të tjera të sigurisë u konstatuan edhe në segmente të tjera të rrugës. Kjo bie ndesh me deklaratën e zëvendës kryeministres Belinda Balluku gjatë inaugurimit, e cila u shpreh se aksi ishte totalisht i përfunduar. Në realitet, segmenti i tretë, nga kilometër 33 në 43, nuk ishte dorëzuar ende kur rruga u hap. Edhe pse ARSH njoftoi zyrtarisht më 28 nëntor se punimet ishin përmbyllur, masivi shkëmbor rrëshqiti një ditë më pas, duke bllokuar totalisht aksin dhe duke dëshmuar se përurimet ceremoniale nuk sigurojnë cilësi. Pas 16 vitesh punime dhe kosto të lartë financiare, shembja masive ekspozoi mungesën e sigurisë reale. Për këtë arsye, deklarata se segmenti ishte i përfunduar klasifikohet e pavërtet.